Një situatë kritikisht e papritur ka ndodhur së fundmi me një prej personazheve më të përfolur të edicionit të fundit të Big Brother VIP Kosova 4. Ish finalisti Klodi, duket se ka mbetur pa llogarinë e tij në Instagram. Profili i tij shfaqet me mbishkrimin "User not found". Ndonse ende nuk dihet me saktësi nëse bëhet fjalë për një sulm kibernetik, raportime të shumta, apo një bllokim të përkohshëm nga vetë platforma, zhdukja e adresës ka shqetësuar menjëherë fansat e tij. Mirë po, ajo që ka tërhequr vëmendjen më shumë është reagimi menjëhershëm i Elionës. Eliona ka shpërndar në profilin e saj një Instastory ku shihet profili i bllokuar i Klodit, duke i bashkëngjitur një kunjë të fortë e të drejtpërdrejtë për persona që fshihen pas këtij akti. Gjelozia është smujë e madhe, ka shkruar ajo, duke lënë të kuptohet se mbyllja e Instagramit të Klodit ka ardhur si pasojë e qëllimeve të këqija dhe raportimeve me dashje nga njerëz ziliqar. Mbetet të shihet nëse Klodi do të arrijë ta rikthejë llogarinë e tij e të sqarojë për ndjekësit se çfarë ka ndodhur realisht me profilin e tij.